Unë kam pas fatkesin që kam rënë në durë të një kriminali, inspektor kriminal, shqiptar, një Saqip Kolari. Të nesërmen ato të holla që i kisha mendu mi allon i fukaras, ja kom dhononës time, dhe 5 dit kemi jetue, kemi hongër buk pe atyne të hollave. Ditën e 6, unë kam dalë në tregun e punëtorëve në Big Pazar të Shkupit dhe jam shqitë si argat për ta majtë familjen. 100 sniper kam përfundu në Shqipni, kanë në Shqipni dhe janë dorëzuar në pikat tona në Tropoj, në Kuks. Do të thotë edhe sniperët i keni transportu për Amerikës në Kosovë? Po. Një fishek i tillë, një autoblindë ka paralizua, apo një tank e ka paralizua. Vetëm një fishek? Vetëm një fishek. Do më thoa, apo një helikopter. Do më thoa, kemi rastet kur me atë municion janë rëndzu helikopterët. A ka luftu, Hashim tha që as ka luftu. Është njeri i operativës, njeri i cili ka vendos me dek për këtë vend. Dhe ati nuk i ka interesu vetvetja. Nuk është nga ata diplomat që ka udhëtu vetëm me helikopter. Sponsor general i emisionit Demos. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Unë jam Çlirimtar Mërina. Me mua sot në hapësirat e poligonit Trilot është shefi logjistikës në Tropoj të Vjetër dhe komandanti i brigadës 162 Agent Bajrami, zoti Xhabir Zharku. Zoti Zharku, faleminderit për kohën dhe për mundësinë për rrëfimin e tuaj në emisionin Demos. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për ftesën që më keni bërë. A mundesh më na tregu zoti Zharku se na zakonisht kur e nisim rrëfimin me të ftuarit tonë, gjithmonë kërkojmë të dimë për inspirimin që keni pas si fëmijë, si familje. Ka rrjedh pra familja juaj? Familja ime rrjedh nga një fshat i Kaçanikut, quajtun Biqec, lagja Zhark. Do të thotë prindët e mi që nga viti 58, 60 diku në ato vite është shpërngulur nga fshati dhe janë ardhur në Shkup. Ne si fëmijë kemi lindur gjithë në Shkup. Unë kam edhe 2 vlezër, do me thonë jam veti 3 vlla edhe 3 motra, me të cilat kemi jetuar në Shkup deri në vitet 80, ku pas viteve 80, natyrisht, nga situatat të cilat i kemi pas në atë kohë, jemi detyruar që unë në vitin 84 të shpërngulem të largohem nga ish Jugoslavia asaj kohe, dhe prindët e mi dhe familjar tjerë, do me thonë vlezërit dhe motrat, në vitin 86, të gjithë kemi përfundu në Suedi dhe pjesën tjetër të jetës e kemi kalu atje. Ju si mitër edhe jeni arrestu, pra në atë kohë, a mundesh më na tregu pak për atë periudhë të arrestimet edhe të vujtjes dënimit më pas? Në vitet 80, natyrisht të gjithë e dinë, sipas edhe ngjarjeve dhe historisë tonë kombëtare, fillojnë protestat e vitit 81 të quajtur protestat për Republikën e Kosovës, dhe në atë kohën si i ri, si nxënës si gjimnazit Zef Lushmarku, inspiruar nga lexime që kishmi filluar literaturën kombëtare ta lexojmë, nga grupet apo celulat ilegale të asaj kohe, që kishëm filluar me zgjeru organizimin ilegal, të inspiruar nga situata, do të thotë kemi fillu që të shkruajmë parolat Kosova Republike, e kështu me radhë, dhe më thonë, dhe unë jam zbulu që në fillet e organizimit të celulave në Shkup. Qysh u zbulut? Po, ndoshta edhe pak nga temperamenti im, dhe më thonë dhe aktiviteti i pa kontroluar, dhe më thotë jem zbulu dhe jam morë në pyetje dhe kështu me radhë, dhe më thonë ka ardhën, edhe pse jam mundu që të shmangem arrestimit, dikon në mars të vitit 82 jam arrestuar, jam morë në hetime dhe dhe më thotë jam burgosur. Dhe jam dënu me 2 vjet burg, si mitur, por natyrisht se burgun e kom mbajt në kushtet dhe rrethonat të randa në burgun e Idrizovës. Qysh u arrestut, ku ishit, do më nëse mundesh më na tregu pak për atë kohë dhe pastaj pse thënin kushtet të randa, do më qysh ka qenë atë kohë burgu i Idrizovës? Po të gjithë e njojnë se burgu i Idrizovës ka qenë një burg famkeq, do më thonë një burg që ka torturu shqiptar dhe jemi mbajt në kushtet të randa, do të thotë në veçanti për neve që kemi qenë të ri, të mitur dhe në kanë trajtu në mënyrën ma që njerëzore, do të thotë
po them gjithnjë në kushte dhe rrethonat edhe në moshën të cilën kemi pas, por jo vetëm unë, ka pas aty edhe të tjerë të burgosun të mitur nga Tetova, Struga, Kumanova, e kështu me radhë. Zbulimi, siç e thash edhe më herët, ka ndodhur për shkak të shkrimit të parollave dhe të luftës që në atë kohë është bën nga inspektor të ndryshëm, inspektor famkeq, të cilët për një parollë do më thonë kanë bën aq të madhe, sepse ata kanë pas për qëllim edhe të ngritjen e pozitave të tyre nëpërmjet dënimit tonë, dhe në këtë rast du të përmendi, për shembull, unë kam pas fatkeqësinë që kam rënë në durë të një kriminali, inspektor kriminal shqiptar, një Saqip Kolari, i cili më ka maltretu, më ka torturu gjatë hetimeve, e në veçanti hetimeve 3 ditore, të cilët i kam kalu në stacionin policor në Butel të Shkupit, dhe aty, në thot ai më ka maltretue me rrafje, me lanje pa gjumë, 33 net, në thot, dhe në një kohë pas, nëse nuk gaboj këtu, një ditë e gjysë më ka dhonën ushqim, dhe më thot buk me djath, ka qenë një cop, një flegër e bukës dhe më shumë djath, dhe në atë kohë unë nuk kam qenë i vedishëm ta di se djathi ka qenë i kryposur shumë, dhe ajo më ka damtu shumë gjatë hetimeve, sepse pasi e kam hongër djathin, ata nuk më kanë leju me pi ujë, dhe kështu ka vazhdue për 2 ditë. Dhe natyrisht se në atë gjendje që unë kam qenë disa herë jam alivanos, nga ndonjë shpull, nga ndonjë rrafje, që nuk jam në gjendje tani të tregoja, po as atëherë do të isha në gjendje, sepse për mu ka qenë një torturë shumë e madhe, pa gjumësia, dhe më thonë rrafja, kërkesa që unë të tham emra në atë kohë se ky apo ai më ka nxit për të shkru, që unë nuk kam përmejnë emna, në thotë, na kemi qenë në atë kohë në fillin e organizimit dhe ja vlen në këtë rast të përmendi se personi me cilin kam qenë organizuar është Enver Elezi, i cili më vonë, pas arrestimit dhe burgosjes time, ajo është dërgu në shërbim ushtarak dhe në vitin 83 dikun aty, është kthy i vdekun nga shërbimi ushtarak. Dhe për mua kjo ishte një shenjë që edhe ne të tjerë që jemi të zbulum, do të na i bojnë të njëjtën gjë. Në thotë, unë mund të them se Enveri ka qenë një djalë shumë inteligjent, një djalë i cili është mundu, ka qenë në ato fillet e organizimit dhe është mundu mi kriju e celulat. Për atë kohë unë nuk di të them se me cilin ka pas lidhje. Më vonë kam kuptu se njërin ndër lidhjet në Kosovë ka qenë Jup Elezi dhe të tjertë. Saqip Kolari ka kërkuar nga unë që të përmendi emrin e një fqinjit tim, dhe më thonë Fadil Curit, se aj që nga personi si student në atë kohë që po na inspiron dhe po na nxit që të shkruajmë parolla. Pse e kërkon të këtë? Po sigurisht se ata deshin që atë ta burgosin, se frigoheshin. Me pas një bazë ku Po, absolutisht, dhe më vonë unë kam kuptuar, masi kam dalë pe i burgut edhe pasi kam dalë në Perëndim, kam kuptu se Fadil Curi ka qenë një aktivist, një student shumë i mirë, aktivist, dhe aje tregon vetën më vonë me aktivitetin e tij se vërtet ai ka qenë një aktivist i çështjes kombëtare. Në më thonë, me gjithate, unë nuk kam folë kur gjo dhe ai ka shpëtue, do të thotë, më vonë nuk e di se që shkanë rrjedhë gjërat, këta e kam thonë edhe më herët edhe në publik, do të thotë, në një rast ku unë e kam ardhë nga Bostoni në Shkup, i kam dërzue në një promovim të një librit Fadil Curit, librin e Faik Konicës, dhe në atë rast, pak me talli, i kumë thosë se më ke borgjë, se kam hongër dajak për ty, por me gjithate, po të baj halal të të dërzu librin e Faik Konicës. Çka kishte dallim ky Saqipi që po përmend me ata tjerët cilët pra
maltretonin edhe kanë qenë atë kohë detyrë edhe nëse mund është një këndvështrim tanin sa i përket dallimit se shpesh ka një dilemë rreth titizmit edhe udbashit. Ku është ai dallimi sipas teje? Po, shiqo, ne shpesh i përzim këtë çështje, themi udbash, titis. Unë mendoj se udbashët kanë qenë njerëz të sigurimit të shtetit, të cilët kanë qenë të pamëshirshëm ndaj të burgosënve politik dhe njerëzve të cilët janë marrë me aktivitete kombëtare, kurse titist mendoj se janë individët të cilët për interesat të tyre personale ju kanë bashkangjitën ideologjisë titiste dhe të tillë ka pas shumë, ka pas edhe në mesin e profesorëve, ka pas njerëz negativ dhe pozitiv, disa janë bo antar partije vetëm për ta zonë një vend pune, e kështu me radhë. Por njerëzit më të rrezikshëm në këtë situatë kanë qenë udbashët, njerëz të sigurimit të shtetit, të cilët kanë qenë të pamëshirshëm, domethënë ndaj aktivistëve, ndaj njerëzve të cilët kanë bo aktivitete kombëtare. Dhe unë them se Saqip Kolari ka qenë një ndër njerëzit më të ndyt në këtë fushë, ai ka arrestuar edhe të tjerë, në më thotë Dibran, të cilët kanë qenë studenta në Prishtinë në vitet 80 e kështu me radhë. Dhe më thonë, një njeri që gjatë hetimeve të shanë edhe nonën, një njeri që gjatë hetimeve të fynë me fyrjet më banale, dhe më thonë, edhe në aspektin kombëtare, i thot vetet shqiptar, dhe më thonë, kjo për mu ka qenë shumë e ndytë. Dhe më thotë, edhe sot, kur e përmeni emrin e ti neveritem, dhe më thotë, sepse ai ka qenë një njeri neveritshëm. Dhe unë nuk mundem për e thonë këto se në ditën e fundit, Saqip Kolari nuk ka hyrë në dhomën e hetimeve aty. Ka ardhur një Macedon. Dhe ai Macedoni më ka thonë kështu. Tani sigurisht se publiku do të thotë pse po thu për Macedonin kështu. Ka qenë një burr plak që nuk ja di emrin dhe më thotë, djalë, nëse dikush të ka shty me shkru parolla, trego. Po nëse nuk të ka shty kush, e ke bo vetë, je inspiru nga diçka dhe e ke bo vetë, mëse merë më qafë kërkan. Dhe për mua i ka qenë një njeri që mas tina nuk e kalon kanë më mrafë. Dhe më kanë qu në burgun hetus në Shutk. Në të duhet të themi, për çdo kanë edhe onën negative edhe onën pozitive. Dhe më thëtë, për t'i ngrit gradat e tina në atë moshë të re, dhe në atë kohë kam qenë edhe si trupi imt, dhe më thëtë, dhe ka bo një maltretim, një tortur, du të them se nuk e din nga më ka ardhë, ditën e tretë, i kam thonë se ke kujdes, se unë jam Kosovar, kam një babë dhe kam 2 vlezër, dhe kam familjar tjerë. Ke kujdes edhe ti ke fmi. Dhe e moj men se në atë rast ai më kam shu dhe më ka gjujt Talivanosën dhe pe ati rasti mo nuk ka hy në dhomë. Ka ardha i Macedoni, i cili nuk më ka torturu. Më ka ngrit, më ka ullë në karrike dhe mi ka bu pytjet, jem përgjigjë dhe mo nuk kam pas pe ati momenti e këtej, nuk kam pas tortura ngaj. Dhe me thonë, kjo ka qenë ajo pjesa me e randë e rinis time, pastaj në Idrizov natyrisht kam qenë i rafun disa herë nga gardianët e burgut, për shkak mund të them edhe temperamentit tim që une nuk dorëzohesha, po as shokët e mi të cilët ishin aty të mitur, edhe ata nuk dorëzoheshin. Dhe Macedonët për të hakmor ndaj neve na rrifshin, na dërgojshin në izolime, vlen të përmenden do më thonë të burgosnit politik të vjetër, matë më shumë se ne, që na kanë rujt si kur të ishëm fëmijët dhe vlezërit e tyne. Do më thonë dhe mirënjohje të veçantë për kujdesin gjatë burgut ka tani dëshmori i kombit Gafur Loku në relacion me mua, se çdo i burgosën i moshuar ka pas përgjegjësinë, ka nda përgjegjësinë për çdo të burgosur të mitur që për kujdesën. Ata janë për kujdesën deri në atë shkallë që kanë nda racionin e tyne të bukës me na i dhonë neve që na mos dvujmë. Shpesh bashkëvujtës ju i thojnë që pikërisht këto
dënimet e në atë kohë të pushtetit na kanë bërë akoma më të fortë pasi që na kanë dërguar me mesin e atyre që kanë qenë pikërisht njerëz më të zgjedhur të kombit, por njerëz më të zgjedhur të asaj kohe të cilët pra i kanë frymzuar akoma më shumë që kur kanë dalë nga burgu veç ka kanë shtu aktivitetin e tyre, angazhimin e tyre për çështje kombëtare. Po kjo është shumë e vërtetë. Domethënë na kemi qenë në burg sikur të ishim në një shkollë, në një akademi kombëtare. Domethënë ata na kanë përgatitur që kur dalim nga burgu të jemi më të fortë. Dhe të tillë jemi bon. Domethënë ne nuk jemi dorëzuar në asnjë rast. Domethënë deri në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës na kemi qenë aktiv dhe sot jemi aktiv kur është çështja e interesit kombëtar. Domethënë ata kanë merita të jashtëzakonshme, domethënë se na kanë mbrimos në frymën patriotike që na mos dorëzohemi edhe para sfidave më të mëdha që mund të bim. Një sfidë burgut në një mënyrë e kalove, po të priste diçka tjetër edhe pas burgut. Një realitet ndoshta pak më ndryshe se sa që e le kur hyre si i mitur. Po, qysh me thonë unë edhe në atë kohë, edhe më vonë, po edhe tani njihem si një rebel i papërmirësueshëm. Edhe në politikë, edhe në aktivitetet ilegale dhe luftarake. Dhe në atë kohë, sikur se besoj edhe tani, sipas rregullave do të thotë burgu të ka dhënë një lloj amnestie nëse ke bënë një kërkesë për një amnesti të parakohshme e kështu me radhë. Unë nuk kam kërkuar asnjë ditë falje. Dhe nuk e kam marrë asnjë ditë falje sepse nuk kam bërë kërkesë për të mu falë dënimi. Dhe 2 ditë para se të lirohem nga Idrizova, nga burgu Idrizovës, sipas rregullave tyne ata bojnë një kursim për punën që kemi bërë ne aty dhe në atë kursim unë në fakt nuk i morra të gjitha të hollat sepse kisha bërë edhe një dam, ja u kisha thyr krevetin që kisha fletë unë aty. Ja loni shajt pak. Një shenjë me lonën aty, pak një farë rebelizmi, por ata më ndëshkuan dhe pjesën më të madhe të hollave mi ndalën aty në burg dhe mi dhanë vetëm 2500 dinar që në konvertim tani mund të themi se kanë qenë 2 ditë e gjysë punë sot që bohën. Dhe mendja ime i revoltum, thash kur dal nga burgu, do t'ja jap të nesërmen një lypsi të uragurit, i thojmë ne në Shkup, pa e ditë se ai lypsi kisha qenon. Dhe ditën kur kam dal nga burgu, familja ime, nona ime, baba jem, nuk kanë pas mundësias darkën më mprit në shtëpi me e bon. Po fatmirësisht, na jemi edhe tezën motrën e nonës është për haxhën tim edhe ata na i kanë përgatitën darkën e pritjes. Dhe të nesërmen ato të holla që i kisha mendu mja dhoni fukaras, ja kom dhonë nonës time, dhe 5 ditë kemi jetue, kemi hongër buk pe atyne të hollave. Ditën e 6, unë kam dalë në tregun e punëtorëve në Big Pazar të Shkupit dhe jam shit si argat për ta majtë familjen. Sepse ata nuk kishën të holla për me jetu. Dhe kështu ka vazhdu çdo ditë, çdo ditë e kam bërë këtë punë për ta majtë familjen deri në ditën kur vjen lirohet nga burgu edhe shoku im, shumë i mirë, shoku im më i ngushtë, Muharrem Dëvolani, i cili e shef situatën dhe pas ftesës që na i bojnë për me shku në shërbim ushtarak, do të thotë ai vjen një ditë, merr mu dhe bashkë me ta largohemi. Ajo pjesa më e dhëmshme që ka qenë në pas burgut është se ne kemi qenë totalisht të linçum nga shoqëria, nga familja, shumë pak nga familjarët na kanë vizitu, mos them, domethënë për njerëzit e ngushtë të familjes sa xhallarët dhe daja im, i cili ka qenë njerëzit më aktiv që më ka qëndru afër, dhe kurse të tjerë mund të them lirisht dhe pjesa dërmuese e shoqërisë edhe ata na kanë braktisë. Dhe kemi një vetën shumë të izolum, shumë të vetmum. Dhe erdhë koha pasaj që të largohemi nga ish Jugoslavia dhe pa dokumenta në mënyrë ilegale për mos t'ju përgjigj shërbimit ushtarak, sepse në veçantione kisha edhe një
kujtim të hidhun që shokun e lagjës dhe familjar, kemi qenë edhe familjar me Enver Elezin, do më thonë e kishën vra në Split të Kroacisë, sigurisht me urdhën të shërbimit të Jugoslav, të asaj kohë, dhe për mos me ra në ato kurtha të ushtrisë apo të shërbimit të asaj kohë, do më thonë e jemi detyrue me u largue dhe kemi përfundue në përmjet Italisë, të gjitha kufiti kemi kalu në kom, deri në Zvicër, ku edhe kemi kërku azil politik në kantonin Jura, në Delemon. Prej aty, pas 2 muajve, kemi lëvizën për Suedi, po ashtu kufiti kemi kaluë në kom, të ju falenderue në thotë njohurive të kufive të Muarrem Dovolonit i quajtur në Remi, i cili tani jeton në Amerikë, një aktivist i burgosën politik i shkëlqyshëm, njeri dhe më thonë dhe lidhje që në kohën e Isuf Gërvallës bashku me edhe shok shumë i ngushtë edhe i Naim Haredinaj, i familjes Haredinaj, në thotë dhe kështu kemi kalu deri në Suedi, ku Remi nga Suedia prap me dokumenta ilegal, me dokumenta të huja, lëviz për Meksik dhe nga Meksika futet në Amerikë, kurse unë qëndroj në Suedi, ku bashk jetoj një vjet me një familje shumë të nderuar Dibrone, Ibrahim Egriu, i cili ka qenë edhe profesor në Kaçanek, një profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, një profesor shumë i nderuar, një aktivist shumë i mirë, shumë i madh. Kështu që bas një kohë unë e marr azilin politik aty në Suedi, edhe unë në vitin 86 lëvizi drejt Amerikës me pasaport refugjatëve, ku përfundoj atje dhe atje punësohem dhe më vonë edhe njoftohem me një vajzë me cilën fejohem dhe tani jetojmë, dhe më thonë, prej atëherit, është gruaja ime, e një familje shumë të nderuar, të familjes Uksadikut të Gjurgjevikut madh, dhe jetojmë bashkë, edhe pse ajo familjen e saj, në thotë, e ka në Amerikë, po falenderoj dhe familjen e saj, po edhe atë, si gruan time që më kanë ndjekë në çdo hap, kudo që kam shku, ajo ka ardhur me mua dhe më kanë ndjekën në gjithë veprimtarinë time, kam pas jo vetëm grua, po edhe shoqe e cila më ka përkrah dhe më ka ndihmuar në gjitha aspektet ku ajo ka pas mundësi me më ndihmue. Dhe do të thoja, edhe gjatë kohës luftës ndihma më e madhe e saj ka qenë që në çdo telefonat që kemi këmbyer me njëri tjetrin, ajo kur nuk më ka vet, kur po kthehesh në shtëpi, po apo mundesh me i ndihmu ata shok dhe ajeni të mujt me kry ndonjë punë, dhe në thotë në shërbim të atë dheut. Më thotë dhe për mua kjo ka qenë një lehtësim shumë i madh, sepse nëse familja të bën një presion, një diçka është pak më e vështirë veprimtaria. Po të paktën nuk jeni ashta shumë i fokusuar në ato që e bën. Absolutisht. Pastaj në Amerikë filloi angazhimi juaj me i shtunë, është me thonë, nëse i përket çështjes kombëtare, aty ku filluan pra lëvizjet e para, sa i përket kontributit për lëvizjet. Në fakt unë nga Amerika jam kthyer në vitin 87-88, bashkë me nusën time, për arsye se familja ime lëvizi nga Shkupi në Suedi në 86-ën, pasi unë isha shku në Amerikë dhe unë u detyrova që të kthehem me i ndihmu familjes me i rregullu dokumentat e qëndrimit, dhe më thonë azilin politik në Suedi, dhe aty pastaj kam fillu edhe aktivitetin me shok të cilët i njefsha edhe më herët, kam fillu edhe me punë, dhe më thonë, po unë vazhdimisht jam mundu që të bëj punë për veti dhe kam blenë atë kohë në 88 një pizzeri dhe jam morë me atë biznes në atë kohë dhe ai biznes më ka ndihmuar që edhe të ndihmoj shokët vetën në lëvizjen kombëtare dhe të ndihmojmë shokët. Ajo kohë ishte e vështirë sepse filluan lëvizjet edhe në Kosovë 89-90 me minatorët e kështu me radhë, në bënim aktivitetet tona për sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar, ku në atë rol të veçantë, dhe më thonë në
sensibilizimin e opinionit ka pasën edhe Milaim Zeka, i cili është morë me mediumet e asaj kohe, por edhe të gjithë aktivistët, ku vlen të përmendet se në kohën e grevave që kanë bu minator këtu, kemi organizu në greve edhe në malmet të Suedis. Dhe në ato greva na kemi qenë të vetëdijshëm se smujmi me bu ma shumë se me sensibilizu opinionin skandinav. Dhe ja kemi arritën shumë, sepse në atë kohë ka qeni vendosën në klubin ku kemi majt greva, ka qeni vendosën radio-televizioni suedez dhe gjdo dit ka dho pamje nga ajo greve uris aty. Në thotë ku edhe në atë grevë ka morë pjesë Nasimi, Sabrina Vosella, Gjemal Duraku, e shumë aktivista dhe ju kërkoj falje ky Muslifida, shumë të tjerë që kërkoj falje që nuk mundëm edhe nuk më kujtohën emrat e gjithve për me i përmenë se ka qeni gjithë klubi do në thotë i mbushën me aktivista të cilët kanë majtë grevurie për të sensibilizu opinionin dhe për të solidarizu me minatorët këtu dhe me gjithë atë gjendje politike që ka qenë në Kosovë. Dhe me thonë, ne si aktivista të çështjes kombëtare në çdo periudhë jemi munduar me ju përgjigj Kosovës në mundësit të cilat i kemi pasën në shtetet ku kemi vepru dhe ku kemi jetue. Në atë kohë, pastaj në vitin 90, 89-90, unë e kam shit atë biznesin tem dhe jemi morën ma intensivisht me çështjen e organizimit edhe ushtarak, ku unë shkoj në Shqipni dhe pjesën më të madhe në vitin 90 deri 92 kam kalu në Shqipni, në thotë kam lëviz Shqipni-Suedi, Suedi-Shqipni, në thotë dhe jemi mundu me dhonë kontributin tonë atë sa kemi pas mundësi dhe sa kemi ditën, dhe sa na kanë liu kushtet dhe rrethonat. Pe asaj periudhe, 92, 94, 95, dhe më thonë kemi pas një pauzë të i dhonë mundësi zgjidhjes së problemit në mënyrë pasore dhe diplomatike, ku në mbledhjen e Daytonit, ku bëhet për çështjen e Jugosllavisë, aty është bëhet qartë, sepse ne nuk jemi palë bisedimeve, nuk jemi palë për ndërkombëtar, sepse nuk jemi palë në konflikt. Dhe pe aty pastaj kanë filluar, do të thotë, njerëzit e çështjes kombëtare, lëvizja në veçanti lëvizja popullore e Kosovës ka filluar aktivitetin më intensiv ku është formu edhe sektori i veçantë, i cili është marrë me çështjen e luftës në krye të cilit ka qenë Xhavet Haliti, që mund të them se është truri i ushtrisë çlirimtare të Kosovës e i gjithë lëvizjes së armatosur, natyrisht në atë sektor të veçantë ka qenë edhe Azem Sylla, i cili më vonë edhe caktohet si komandant i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe zoti Ali Ahmeti. Edhe shumë të tjerë, dhe pe shumë të tjerëve vlen të theksohet që ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm Jashar Saliu, në thotë i cili e ka udhëhequr në fondin vendlinje afrat, pe cilve, pe Jasharit dhe Nasimit, unë në 96-97, dhe më thonë, ekskluzivisht në 97, marrë një kërkes, nëse mund të them edhe urdhën, që të filloj me pregaditjen e grupeve të njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në atë kohë, dhe më thonë, pej 95 në kthehem prapë në Amerikë, dhe filloj aktivitetin punoj, dhe bëj aktivitet paka shumë më të msheft, deri në momentin kur fillojme edhe me themelue fondin vendlinje afrat dhe do të thotë me kërkesën dhe urdhrin e Nasimit dhe të Jashar Saliut, unë filloj aktivitetin për themelimin e fondit vendlinje afrat, ku gjatë grupimeve caktojmë Muharrem Dovoloni në Remin, kryetar të fondit vendlinje afrat, unë në atë kohë kam qenë nën kryetari i fondit, për shkak se kam lëviz jashtë, do më thonë, jashtë Amerikës, Evropë, Amerikë, dhe mjetët e para, hala pa ja themelu fondin me kërkesën e Nasimit, na i grumullojmë një $9,700, dhe më thonë, unë e kam mendua se janë $9,500 Nasimi para sa ditëve ma konfirmoj, tha jo, kanë qenë $9,700, ku ja kemi dërgu Nasimit dhe Nasimi me atë mjetë në 97, në trazirat e 97 në Shqipni, ka shku atje bashkë me Luanin, kanë ble Luan Haredinajn, kanë ble disa, dhe më thonë, një kamion, nuk e dita në sasin, sakë se sa ka qenë,
dhe i kanë afër kufinit në krum të hasit, të cilat i kanë futur me armatim të ndryshëm, të kohës, sa kanë mujt me grumbullusan, dhe i kanë dërguar në Kosovë. Pastaj, na kemi fillu aktivitetin ma intensiv, ku edhe e kemi regjistru fondin vendlindja thret në People's Bank në Greenwich, të Kenerikës, shtetit Kenerike, Muharrem Dëvoloni dhe unë. Në atë kohë, na u ka bashkangjitën edhe Agron Binokaj, dy vlezërit Binokaj, Agroni dhe Vetoni, të cilët kanë dhënë kontribute jashtëzakonshëm, Astrid Huskaj, dëmë thot e shumë djemë të tjerë, që ju kërkoj falje se nuk mund t'i përmend gjithë emnat, dhe më thonë dhe sigurisht duhet të bëhet një dokumentar ku nuk do t'i ngelem askujna në hak, sepse të gjithë shqiptarët e Amerikës, se sidomos ata që kanë qenën të angazhum në çështjen kombëtare, në atë kohë na kanë ndihmu. Por, duhet ta themi se ka pas edhe të tillë që na kanë bojkotu. E që sot pritën këto në Kosovë nga shokët tonë të luftës dhe ju japin epitetet të patriotëve. Unë nuk e dija mundet më konën patriot, le tjetë miliarder dikush, ai i cili në kohën më të vështira të ka bojkotu. Në më thonë, kjo është realiteti. Por, të janë çështje që në të ngellë në sicëllin veç e veç, në nderin e tyne, në më thotë, por, unë jam kritik ndaj atyne që ju japin merita njerëzve të pameritum. Jepja meritën atina nëse ka bo në rrafshin diplomatik, jepja aty meritën. Po jo për ushtrin çlirimtare të Kosovës, ata që e kanë bojkotu me vedije, se po ja u prishmi planin paqësor Ibrahim Rugovës dhe krahut tina. Kështu kanë thonë. Dhe tani e kemi këtë situatë që e kemi, por në atë kohë jemi mundu në kushtet dhe rrethonat që i kemi pasën me i ndihmue maksimalisht Kosovës dhe si rezultati krejta asaj ndihme, dhe më thonë, na jemi kyç në ushtrin çlirimtare dhe kemi bo punën tonë. Sa mjete keni arrit me grumbullu dhe ku shku mas ne ato tjera, se tha të parat shkuan tek Luan Haradinaj dhe tek Nasimi, ku marrën pra një maune me armatim, dërsa këtu mjetet tjera, pra kur aty u mobilizun akoma më shumë shqiptarë në Amerikë. A dihet shumë dhe ku janë shku pikërisht ato mjetet? Po, ata sigurisht që kanë ardhur në fondin vendindja thret në Shqipni dhe janë përdorën për armatime, për mjete luftarake, në më thonë për ndihmë ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe popullit në Kosovë. Në më thotë, unë me shifra nuk mund të flasë, sepse nuk kam qenë i kyçën të ankohen në mbledhjet, sepse thash edhe më herët kam qenë në lëvizje të vazhdueshme Amerikë-Evropë, dhe më thonë ku jam morën në një kohë, jam morën edhe me gjetjen e armatimeve më të veçanta, e në veçanti jam morën pasi kam hy në Kosovë, pasi jam marrë në Kosovë në janar 98, i kam pa njësitet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që kanë nevojë për armatime më të sofistikume, e në veçanti pas prillit 98, kur kemi hyje në Glogjan, dhe më thonë, aty kemi pa që duhet të grumbullojmë mjete më të sofistikume ku mund të analim armiku në distanca më të larta, sepse ai ka qenën me mjete motoristike të avancume dhe na nuk e kemi pas atë mundësi që ti kemi ato mjete dhe është dashtën me menu dhe me hulumtu me gjetën, ndoshta mund të them lirisht që edhe i kemi prodhu mjetët dhe teknologjinë të kohës për ne e avancume që t'i nalëm në përmjet eksploziveve dhe aktivizimin e eksplozive në distancë. Qysh e keni prodhu? Po, ne kemi arritën unë me një ekip shoksh, me Agronin dhe Vetonin dhe disa të tjerë, të cilët kanë realizu kërkesën tonë në mjetet teknike, dhe më thonë dhe kemi pas një aparat, një mjet teknik, me disa që në atë kohë janë qujtë pejgjera, dhe më thonë ku i kemi pregadit, i kemi adaptu
që me dhez detonatorin nga distancë deri në 2-3 kilometra. Dhe me thonë dhe këto kanë arritë suksesin e vetë. Ato i kemi prunë të paprekuna në Shqipni, nga Amerika, në Shqipni kanë ardhur edhe ekipi tjetër, tani nuk më kujtojnë emrat e dyve, të dy Salia janë konja i Drenicës dhe një Sali, i kemi thonë Sali Struga, dhe ai si teknik i aparateve elektronike, dhe më thonë e ka bon dhe na kanë ndihmu me e bon ata, si ide ka qenë e ynia, po realizimin teknik e kanë bo ata, sepse ata kanë qenë mjeshtër të kësaj pune dhe e kanë adaptu për nevoja tona. Na i kemi pregadit disa grupe njerëzësh dhe ata që kanë qenë më të aftë, i kanë përdorën, do më thonë, edhe në teren Kosovë, dhe njëri prej tyne që në mënyrë më të shkëlqyshme i ka përdorën është Bekim Shyti, i cili, do në thot, i ka përdorën mënyrën më të mirë të mundshme të Kosovë. Edhe të tjertë, po Bekimi shquhet, do më thotë dhe e ka morë me seriozitetin më të madhë këtë punë dhe i ka përdorë në mënyrën më të mirë të mundshme. Sa prej tyre janë përdorë? A keni njëri në Kosovë dhe a ka mujnë mu përdorë akoma më shumë të marrë parasysh që thatë edhe jo artillerinë që cilën e ka pasur për okupatori serbë? Në kohën kur ne fillu me i përdorë ato, veç nuk them se lufta filloj me u përfundu, për dhe mundësit fillun me u zvoglu. Nuk mund të them sa janë përdorë, po përmena Bekimin, për cilin e di se i ka përdorë shumë mirë. Edhe të tjertë, por nuk kam njohurit të sakta, kush sa i ka përdorë. E di që në një pjesë i kanë morë, disa djemi i kanë morë dhe nuk kanë ditë për shkak kushteve dhe rrethonave dhe njohurive ndoshta pak më të mangëta dhe nuk i kanë përdorën. Po megjithatë, ato kanë kry funksionin e vetë në vendet të caktume. Në thotë, tjetra pastaj e morën me shok, dhe më thonë unë bashkë me shok, për mund të them se figura kryesore e ardhjes snajperit 12.5 në Kosovë, me municione të veçanta, dhe më thonë ka qenën Frenki, që ne e kemi qujt, ka qenë Veton Binokaj, Agron Binokaj, Muarrem Dovoloni, dhe më thonë edhe të tjerë, dhe më thotë, dhe unë kam qenë bashkë me ta, njërë ndër ata të cilët i kam lëviz këto qështje, dhe ata mjete në një kohë kanë dashtën me naj bloku në një aeroport të Italisë, dhe naja kemi nërru destinacionin e aeroportit dhe lëvizjes futjes të armatimit në Shqipni, të atyne mjeteve të sofistikume në mënyrë më të mirë të mundshme, për atë kohë dhe nuk ka mundën mi kapë. Dhe ato 100 snajper kam përfundu në Shqipni, kanë orë në Shqipni dhe janë dorëzue në pika tona në Tropoj, në Kuks, edhe në vendet të cilat janë futën në Kosovë. Dhe unë mund të thëmë se 12.5 që me municionet e veçanta ka lujtë rol të veçantë gjatë përdorimit, sepse është një armë e fuqishme për kohën, po mendoj se ajo është e fuqishme edhe sot. Dhe elita amerikane, elitarët amerikanë edhe sot e përdorin në aksionet e tyne në vende ku janë në luftime dhe në vende të veçanta ku atyne ju duhet kjo. Do më thotë, ushtria çlirimtare e Kosovës në atë kohë filloj, sidomos ka fundi 98-ës, fillimi 99-ës, filloj mu avancue dhe filloj me përdorën edhe teknikat të cilët sërbet, ushtria sërbe, ushtria okupatore sërbe nuk e kishprit që na mundemi me i përdor një teknik të tillë. Do të thotë edhe snajperët i keni transportu për Amerikës në Kosovë? Po edhe ato janë transportuar. Çka do të thotë me municion i veçantë? Edhe mund të më shpjegoj pak për të gjithë ata të cilët nuk e kanë ndoshta. Është një municion i veçantë dhe për ata që kanë njohuri, do të thotë rreth municioneve, unë nuk du të përmeni emra, por ata që mirën me çështje ushtarake e dinë cili është municioni i veçantë. Unë vetëm do të them se një fishek i tillë, një autoblinde ka paralizuar, apo një tank e ka paralizuar. Vetëm një fishek? Vetëm një fishek. Do më thoa, apo një helikopter. Do më thoa, kemi rastet kur me atë municion janë rëndzu helikopterët
në Kosovë. Do të thotë dhe të gjitha ato që mirën me çështje ushtarake dhe të municioneve, unë nuk po them se jam ekspert i municioneve, i armatimit të NATO-s edhe të pjesës së Varshavës, që thojnë pjesës lindjes Knejna, por mund të them se kam qenë njës i mirë i municioneve dhe i armatimeve, prandaj edhe jam caktue shefi logjistikës në Tropojt Vjetër, dikun nga fundi i maj deri gusht në fund të gushtit. Në më thonë, kam qenë përgjithësi logjistikës, i infiltrimit të armatimit dhe të njerëzve të cilët kanë ardhur nga Shqipëria, janë armatosën dhe janë kthy në Kosovë. A ka pas efekt eksplodus? Ky municion që është pak a shumë me shpjegu efektin e këtij municionit? Ai municion liron dikun, nëse nuk gaboj tani, dikun mbi 2400 gradë nxehtësi dhe aktivizon municionin, do më thonë, në blindën ku shpon dhe aktivizon edhe municionin tjetër mrenda. Do më thonë, është një municion më i veçantë, do më thotë, të cilin mund ndoshta disa thojnë se është i ndalum, por unë do të kisha thënë se kurrë është i ndalume në luftë, sepse është i ndalume edhe me vrau fëmijë, gra, ples, njerëz pa armatosën. Dhe Serbia ka vrarë, do më thonë, na s'kemi pas rrugë tjetër, na është dashur të përdorim të gjitha mjetet që kemi mujt me i sigurue për me luftu armikun. Se na nuk kemi hynë Serbi me bo luftë. Na kemi bo luftën mrena teritorit Kosovës, me mbrojt popullatën, me mbrojt teritorin tonë dhe me fitu lirin tonë. Dhe më thonë, kjo ka qenë qëllimi jënë. Nëse dikush në këtë rast ka qenë në terrorist, janë Serbët, ata të cilët kanë vrarë gra, ples dhe fëmi. Unë nuk di dhe nuk kom dëgju gjatë luftës që ndonjë ushtar apo ndonjë njësit i ushtrisë qeveritare të Kosovës ka vrarë civil serb. Dhe fundi, dhe tani edhe vetë serbët po e tregojnë se ata kanë improvizu vrasjen, kanë vrarë serbët civil, ushtaratët e tyne për kompromitu e luftën e ushtrisë qeveritare të Kosovës. Do më thonë, këto janë fakte që na sot i kemi ndori, ka faktorin ndërkombëtar. Si rasti i panda, një prej rasteve më të njohura që edhe vetë nënat serbe pra i akuzojnë. Absolutisht, kështu ka ndodhur edhe në Brezovi, në Shtërpc. Ata kanë vrarë një qytetar për t'i nxitën serbët tjerë për të hyrë në fshatrat shqiptare dhe për të bërë masakra. Do më thonë, këto janë metoda të njoftuna të qeverive sërbe, se në fund të fundit na duhet edhe ta spjegojmë para opinionit të cilën e kanë spjegu shumë para meje me qindra herë, se lufta e ushtrisë qeveritare të Kosovës nuk është drejtu kundër popullit sërb, është drejtu kundër regjimit sërb, regjimit okupator sërb. Dhe më thonë edhe sot na jemi kundër Serbisë, që në mënyrë okupatore ende jep deklarata, dhe më thonë se Kosova është e tyre, për nuk kemi kur gjo kundër popullatës sërbe në Kosovë. Ata po jetojnë bashkë me nej, po bashkjetojnë me nej. Po, ko pas kohë, për interesa politike, ata nëzisin popullatën e vetë këtu, për të bënë ndonjë trazirë, sukur e pom, dhe më thonë në rastin e Banjskës, ku ata deshen me kriju e një situatë artificiale për të përfitu diçka politikisht. Po kthehemi sërish një natë 98-s tek ai rrugtimi ku fatmirësisht është një foto goxha me vlerë në atë kohë, pra ku jeni ju, Nasem Haradinaj, Recep Selimi, Ilir Konoshevci, Dema, Muj Krasniqi, Ilir Krasniqi, unë është më nga të rregu pak për atë rrugtim. Unë thash, pas themelimit të fondit vendinja thret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne fillum aktivitetin më intensiv dhe unë pasi kam lexu, do më thonë dikun në nëntor, nëse nuk gaboj 97-ën, para organizatës Kombeve të Bashkuara komunikatën, edhe këtu po them nëse s'gaboj, 36 të ushtrisë qeveritare të Kosovës, aty qytetarët, do më thonë popullata shqiptare në Amerikë, pjesëmarrësit në atë proteste kuptuan se ushtria qeveritare tani është edhe në Amerikë, po bën aktivitetet e veta edhe në Amerikë, dhe prej atyt, dhe më thonë pas leximit kësaj komunikate me kërkesën e Nasim Haradinës në dhjetor të 97-ës, unë jam nisë për Evropë, kum shku në Suedi, jemi taku me Nasimin dhe pe atyt jemi nisë për
Shqipni dhe ju kemi bashkangjit në janar të 98-ës, ju kemi bashkangjit njësitit me Muj Krasniqin, Ilir Konusheqin, Ilir Krasniqin, Qerim Kelmendin, Recep Selimin, Lahi Ibrahimaj, nuk e dija kanë qenë edhe tjerë, mës t'ju hinë hak, në në thot, dhe jemi njësë, dhe me thonë, unë në atë kohë kam pru edhe mjete të cilet veshmbathje, dhe me thonë, në atë kohë për herë parë unë i kam pru në Shqipni qizmet ushtarake Gore-Tex. Në në thot dhe ka qenë fati mirë që në atë kohë tu i falenderu, duhet ta them, tu i falenderu vlezrit Binakaj, të cilet jo nga mjetet e fondit, po nga mjetet e tyne personale, ato veç që kanë qenë në financus të fondit, kanë dhonë edhe pare vetë kështo, dhe i kanë blej ato qizmet, të cilet nuk besonim se do të funksionojnë qysh shkruan të në ato dhonën atë tyne, dhe i kemi provu në kada të ujit, i kemi lonën 48 orë me ujt në graft, me provu se a do të hynë ujin të ajo, dhe pasi i kemi provu, i kemi bërë gjitha ato teste, i kemi morë ato mjetë dhe une i kumpru në Shqipni dhe atëherë kemi qenë të ma të pregaditun, sidomos në atë acar të madhë dhe jemi njësë me disa kuaj me armatem, do në thot për të hynë Kosovë, ku kemi ngelen, do më thonë, në një acar të madhë, unë nuk di aty vetëm thonë popullorë që veç Zotin a ka pështu, sa aty na kemi qenë të mbarumë, do më thonë nga okulli, dhe javlen të përmendet se Regja, Muja, Iliri, edhe Qerimi kanë qenë njerëz më të ngrimë se na, sepse unë nuk e kam ditë, s'kam pos një hurit lëvizjeve me kuaj, dhe si pas tyne aty e kum dëgju sefte që nëse bora shkon mbi gjujt e kuajve, ata nuk munën me lëviz, dhe ata djem e kanë hapën me trupin e tyne, me vetë kanë hec për para dhe e kanë hapë rrugën që me hec kuaj, po ka qene pa mundun nga mjegla, nga bora, për me lëvizën ma shpejt edhe me u fut në thellësi të Kosovës. Në veçanti, në më thonë, kur kemi arritën në këthim, kur kemi arritën të kulla e Sulejman Berishës, aty pastaj Regja, Muja kanë kuptue që është sulmu familja Jashari në Prekaz, në më thonë, dhe pasi jemi zgju nga gjumi, ata me shpejtësin matë modhe janë njës me një gjip tjetër për krum të hasit, dhe nga kruma e hasit, dhe më thonë, nga cahoni andej, jenë futën në thellësi të Kosovës. Dhe më thotë edhe njësiti që është dasht me dalë më në apritën afer kufinit e ka pas të pa mundun, dhe më thonë, depërtimin ma thellë. Kështu që ka qenë një rrugtim jashtë zakonisht i vështirë për krenar, dhe unë krenohëm për ata, krenohëm mas shumë të që kam qenë pjesë e tyne, e atyne burrave, të cilët një pjesë e tyne tani janë dëshmor, dhe mbaj kujtimet më të mira, edhe pse në atë kohë ne nuk jemi njoft me emrat tonë, dhe në bisedim, në bashkë bisedim me Mujën, i kam tregue për miqtë e mi, dhe ai në atë kohë më ka thonë se diçka janë lidhje miqësore me Sadik Ramt, dhe kemi pas një simpati më të veçantë me të gjithë, po në veçanti me Mujën, dhe unë e mendoj se është një krenari me qenën bashkëluftari tyne në kohën kur Kosova ka pas nevoj mas shumëti. Dhe na që nga atëherë nuk e nalim rrugtimin tonë, vazhdojmë na për sfidat të ndryshme, dhe pas detyrave që kemi morën për të fillur i organizimin ma intensiv në Evropë dhe kudo që jemi, kemi filluar, dhe në thot, dhe prap me kërkesën e nasimit në pasulmit edhe të Haradinajve në Mars, jemi këthy prap. Unë në fakt kam qenë në Tiranë në atë kohë, dhe nasimi ka ardhur me shpejtësi, dikun nëse nuk gaboj ka qenë në Australi, dhe ajo është kthy,
jemi bashku, jemi grupu aty dhe pastaj pas qëndrimit 5 ditor apo 6 ditor, nuk e di sa ka qenë sakt, të Ramushit në Shërim, bashkë me Ramushin jemi futën dikun në prill të 98-ën prap në Glogjan. Pas plagëve që i morin betejë në 24 marsit. Pas plagëve që i ka morë, po. Dhe më thonë, ashtu, hala pa ju shëru plagë, vetëm që i ka lidhë në Shqipni me fasha, po Ramushi, si Ramushi, a i s'ka mujt me neje. Dhe më thonë, dhe është duhet ta themi këta, sepse ne të gjithë shnoshe pa plagë, s'kemi mujt prap me hec ma shpejt se aj. A i ka hec ma shpejt se na dhe kur kemi shku na në Jablanic, dhe më thonë, bënëm një vones, une Nasimi me disa bashkëluftar për arsye se na urdhzu një bare kuajve, armatimet, dhe u vonum, kur kemi shku në Jablanic, dhe më thonë, ata e kemi gjetën të pi qaj. Dhe më thonë, sepse ajo shkoj panalshëm, dhe më thonë, nëse dikujna i kishte taku pseudonimi ma adekuat, Ramushit i kishte taku pseudonimi Rufeja. Dhe më thonë, se ka qenë njeri i pandalshëm, të gjitha ta djemë. Dhe më thonën dhe une kur kom hymë rejna në Glogjan kam qeni mahnitun nga qëndrimi, nga guximi aty në djemëve, për shemull, Dauti ka qenë shumë i ri. Dhe më thotë, gjitha ta djemë që kanë qenë rreth Dautit, kanë qenë djemë shumë të ri. Dhe më thotë, për kanë qenë në djemë që e kanë vendos me dekë. Edhe ata, në mi inspiru ata, se ata dikur sigurisht janë inspiru nga aktivitetet tona, po ardhë koha që edhe na jemi inspiru nga qëndrimi dhe guximi i tyne. Dhe kemi fillu pastaj me Nasimin, Agronin, Cena Liqka, Mustafa Bajrami, e ketë këta djemë, na u kam bashkan gjitë edhe të tjerë të burgosën politik që kanë qenën në këtë rast po përmendi Faton Mehmetaj, Rasimi e gjithë këta dhe kemi dalën në aktivitet, në përroda, dhe me thonë, nuk ka pas natë që s'kemi qenë në një odë për t'i mobilizu dhe për t'ju thonën qytetarëve tanë, njerëzve që t'i nxerën nuk është më koha me i majtë pushkë në sheftë. Po është koha tani që pushkë tona me krisë. Dhe me i tregu armiku që na mo robnin nuk e durojmë. Dhe kështu ka ndodhë. Kudo që kemi shku, edhe ata burra që deri atëherë nuk e kam pos besimin që do të bëhet diçka me pushk, kanë fillu me e kthy besimin, edhe besimin mas shumë të e kthyje nga luftëtarët e guximshëm, djemtë e ri të cilët çdo ditë kanë bërë aksione. Në thotë, prandaj është respekt, dhe më thonë është nerë, unë e një vetën të nderum që kam qenë bashkëluftëtari tyne, dhe më thonë pjesa tjetër e komandimit e sen është një pjesë që dikush është dashur me marrë një përgjithësi, po unë e një vetën shumë ma komode dhe shumë ma mirë që kam qenë luftëtari i liris dhe që kam qenë në pjesë e tyne. E përmene pseudonimin e Ramush Haradinaj që dhe që i kishtë taku me qujtë Rufeja, në të koha e kishtë Esmailin e Zëzgabaj, mirë po edhe ju keni pas një pseudonima. Unë është me të regu pak historinë e këti pseudonime. Po pseudonimi jam ka qenë në Qorre, që tani edhe talën njerëzë thojnë me Qorra e kemi bo luftën, po atëherë kanë qenë në këto pseudonime vetëm për të masku e emrin, sepse natyrisht unë nuk kam pasën familje në Kosovë, familje të ngusht, printe me, vëllezërit dhe motrat të gjithë kanë qenë në Suedi, por kam pas familje tjera, kam pas djemtë e Axhës, kam pas dajt, kam pas njerëz të tjerë familjar, që sigurisht po t'u marrë ke vesh para kohë se kush është Qorri dhe po t'u demaskoj ke emni jam, do të rrezikoheshin ata dhe na nuk hynëm Kosovë për t'i rreziku njerëzit, po hyshëm Kosovë për t'a bo luftën dhe për të bo mobilizimin për t'a shpëtu këtë popull. Prandaj edhe në këtë rast, në një rast, do në thotë kur Nasimi ishte mësu me më thirën mu e Gjabir në emrin tem, dhe dikush me ndonë të se unë jam Gjabir Morina, herë më thyrë këtë Gjabir e herë bashkeme, kështo dikur më tha, së jam të ta mojtë men, tha emrin, pseudonimin, thirë qarë, kur të më shes syza, dhe më thonë, thash të rëmë shka dushë Nasim që shish mi lodhën, s'na interesante edhe peja tytë masane, o qarë dhe mgeli, qarë dhe më thonë kështu më kanë njoftë edhe më tropojt vjetër,
kur kam morë përgjithësinë e logjistikës aty, do të thotë dhe kështu tani më njojnë edhe një pjesë, bile o ko shumë interesant pas luftës, do me thonë në një mbledhje në Prizren, kur dikush më propozoj t'jem në një komision, Gjabir Zharku, nuk më njof ke kërkosh mu për Gjabir Zharku, dhe nuk e di kush e tha, o vlla, tha Qorri është edhe, më thanë, ngretë o vlla, ne të shoj njerëzit, po kallëzo burë që ti e Gjabiri, ase na të njohemi veç për Qorrin. Dhe më thonë, për këta ka qenë, jo se jemi frigue, po kemi mbrojt familje tona deri në momentin e caktum, sepse armiku t'u ka hakmor, kur ai s'ka arritën me t'kapën, mu afru nga teje, dhe më thonë, t'u ka hakmorën familje. Për këtë arsye na kemi morën pseudonimet, na nuk kemi mshepe një një tjetrit, po jemi rujtën që mos ta damtojmë popullatën. E thash për Ramushin, në kuptimin e luftës, për Ramushi ka pas një pseudonim shumë të nderuar, dhe më thonë Smali, i cili ka qenën Bacismal, dhe më thonë e emër tina, sepse ai ka qenë jo vetëm inspirus i familjes tina, po ka qenë inspirus i krejt neve, i krejt gjeneratës pas tina, ka qenë inspirus i më i madh i yni dhe i krejt Kosovës. Prandaj, dhe më thonë ka qenë një pseudonim, Ramushi e ka zgjedhur një pseudonim shumë të nderuar, dhe më thonë që e ka mojt me nerë dhe menoj se edhe me nerë do ta përfundon, në thotë jetën e tina, dhe ne jemi unë jam shumë i nderuar që kam qenë pjesë e luftëtarëve të Dukagjinit, po edhe të krejt Kosovës, dhe me pozicionin tim si shef i logjistikës në tropojt vjetër, natyrisht që kam njoftën shumë, dhe nga një herë më vjen keq, kur unë nuk mundem me i nderu sa duhet ata djem, ata luftëtarë, sepse ka qenë një punë shumë intensive, një punë shumë e shpejt, ku s'kemi mujtën me i njoft me emra të gjithë. Këtë pozicion ju e marrët pas rënies së Ilir Konoshecit, pra si shef i logjistikës në tropojt vjetër. A më na tregu pak a shumë, shpesh diskutohet edhe për rolin e familjes Haklaj, veçanërisht për Fatmir Haklajn. Po, pasi që Ramushi kërkon me propozimin e Nasimit, propozon që une me një grup të madh të luftëtarëve, që ishën mobilizu, të kalojmë në Shqipëri dhe të armatosemi, unë e bëj një telefonat dhe na jafrojnë disa armë 200 ESA dhe Kush jafrojnë? Jafrojnë njerëz të logjistikës, do më thonë në këtë rast mund të thëmë se na kërkesin e kemi bote Gjavit Haliti, Azem Syle e kështu me radhë, do më thonë jafrojnë deri në Tropoj dhe shkojmë nga Dukagjini, dikon mbi 100 apo 150 ushtarë kemi qenën, dhe aty kërkon Ramushi që unë të mirëm me furnizim. Me kalimin tim në Shqipëri, i armatos me ata djemë, që ndje keqardhje për ta se ata kam flet në qilë të hapun, dhe janë ushqy keq, sepse nuk kanë dasht me qëndru mo aty në Shqipëri, kanë qëndruhe, mund të them, 2-3 motorë, deri sa është erësue të nesërmen, i kanë morë ato armë që kanë ardhë aty edhe janë këthyje në Kosovë. Dhe më thonë, unë kam shku në Tiranë, aty pastaj nga atëherë është qujtë shtabi qëndror, dhe më thonë i përgjithshëm, edhe ka morë detyrat, më kanë dhënë detyrat që të shkoj në tropojt vjetër, të gjej një bazë, dhe atë bazë më ka orientu Ramadan Shalja nga Logja, një mik i imi me cilin ku më bashkëpunue që nga viti 90 e këtejna, që ka jetu në Tiranë, dhe më tha është një emigrant i Kosovës në Shqipni që nga vitet 50 e këtej, dhe kemi stabilizu një bazë tani jo në Bajramcur, për në tropojt vjetër të Kulle Aliko Jelit, dhe prej atyt pasaj kemi pasën ma letë dhe ma shpejt furnizimin dhe pajisjen e luftëtarëve me armatim. Atë detyrën e kam bartë prej dikun fundi mojt 98 deri në fund gushtit, nëse nuk gaboj, në thot dhe kemi pas rast me furnizu me minja ushtar. Me familjen Haklaj kemi pas marrëdhënie shumë të mira me Fatmirin, me Vacin Muarrem, dhe më thonë kemi pas marrëdhënie shumë të shkëlqyshme, unë ndaj kujtime shumë të mira me ta, kanë qenë burra, kalu burrave,
njerëz trima, njerëz patriota, njerëz që na kanë furnizu dhe na kanë rujt. Unë ndëgjoj tani, shumë, thashë theme, nuk më interesojnë ato tjerat, në më thot për mua kanë qenë patriota dhe njerëz të cilët i kanë shërby kombit në mundësitë dhe rrethona që i kanë pas. Pse po thoni ju kanë rujt? Neve? Po. Po na kanë rujt sepse edhe në atë kohë ka pasën individ keqbërës. Dhe ata gjithmonë e kanë nu vetën para tyne. Dhe më thonë dhe, kush nuk ka guxu pe i tyne mu afru afër neve. Unë e them se Tropoja, në përgjithësi, zona e Tropojës, janë njerëz të mirë, burra të mirë, dhe na nuk guxojmë që të themi Tropojanët e kanë bën një të keqe. Janë individat. Individ keqbërës ka kudo. Por Tropojanët në atë kohë e kanë tregu vetën jashtëzakonisht burra dhe patriota, njerëz që na kanë mojt në shtëpiat e tyne, njerëz që na i kanë dhënë armët e tyne, njerëz që na i kanë dhënë në shërbim gjithë mjetet e tyne logjistike, ato i kanë pas. Ato helikoptera nuk kanë pas kuaj. Ato kuaj i kanë vënë në shërbim tonin. Ai kemi pagu, po si s'është pagesë 50 marka. Ata të shkretit kanë qenë të varfun. Pe atyne kanë jetu. Shumicës për tyne që ja u kemi marrë kuajt edhe s'ja u kemi kthy. Në thotë dhe mund të përmendje për shembull një rast ku në Bajramcor është prishën furra e bukës pe i cilës jemi furnizu ne. Dhe një 3 ditë ajo furrë nuk ka funksionu derisa e kanë rregullu. Po asnjë ushtar, me përgjegjësi më të madhe e them se asnjë ushtar që ka ardhur me u furnizu me armë nuk ka ngeli unt. Tropojanët kanë pjek bukën në Qerep, në Saqa, Flinja, Peta dhe ju kanë dhonën ushtarëve kudo që kanë qenë ushqim. Unë e çuditem me disa individ që sot dalin edhe thojnë na i kanë shit bukën, po s'është e vërtetë. Tropojanët si kanë shit bukë kërkujna, na kanë dhënë bukë. Në fukarallikin e tyne që kanë pas, në skamin e tyne që kanë pas, ata kanë pas zemrën e madhe. Ne kanë dhënë edhe pushkët e tyne shpeshherë, edhe municionet që i kanë pas. Ato i kanë pas. A me të drejta, pa të drejt i kanë morë, ajo nuk ka pjesë e imja, pa ata i kanë nunë shërbim tonin. Kanë pas djemë që kanë orë, kanë luftu edhe me ne. Në thotë kështu që unë ndaj respekt shumë të madh për ta. A ka pas njerëz që kanë keq përdor? Po natyrisht janë individ. Kanë pas njerëz edhe nga Kosova që kanë keq përdor. Kanë pas njerëz për shembull që kanë keq përdorën fondet e fshatit, që kanë deklaru se i kanë ble kallashat ka 250 marka dhe i kanë deklaru ka 500 e 700. Po ato si kanë morë pej neve. Ato i kanë morë në mënyrë individuale si grupe të fshatrave. Do të thotë, po unë smirëm me ta. Ne kemi qenë në grup i organizum, njerëz të organizum të cilat i kemi morën më vonë edhe nga strukturat e caktume të ushtrisë shqiptare, na kanë ardhën armë dhe na i kemi transportu me kuaj, me njerëz, me luftëtarë që kanë ardhën për furnizim dhe i kemi shtym rejna në Kosovë. Do të thotë, kjo duhet respektu, jo vetëm sot, po sa tjetë jeta. Ata burra kanë bo, ato familje kanë bo shumë për ne. Dhe na duhet kemi respekt të madh për ta. E jo të ndëgjojmë njerëzit e dështum, se ka prej atyne që kanë orë deri në Tropoj, i kanë morë 2 fotografi edhe janë kthy. Dhe sot me fotografi bohën veteran. Sot bohën luftëtar të mëdhej me fotografi dhe si ka po kush në Kosovë. Nuk kjo është e keqja. Dhe ne duhet të dalim edhe të thojmë të vërtetën ashtu qysh ka qenë aty. Unë ndëgjoj se kemi marrë pushk të prishta. Jo mërë burë, pushka e policionit, kallashi i policionit ma i fuqishëm se kallashi i Kinës. Në mënyrë të organizume dhe të strukturume, as kush nuk e ka marrë pushkën pa gjilpon. Janë rejna. Janë testu njëherë. Pa dyshim të janë testu, janë pastru nga grasoja, nga ato që shithojmë na këtu në Kosovë, kalamazje, janë pastru, ka qenë një poligon, dikun i improvizum, dikun ka qenë i shteti që kemi shku, i kemi provu, të paktën 3-4 pluma për me pa, a bana jo arma jo. Nuk është e vërtet kjo. Në të thotë, po flas nuk është e vërtet në mënyrë të organizume kur kanë orë, në mënyrë të qëthurt, në mënyrë individuale ata që kanë morë armë dhe nuk kanë ditë qysh me kontrolu armën, ne nuk mojmë përgjithësi.
asnjë armë nga pozita ku unë kam qenë aty, apo ku ka qenë në manalt nga një nuhaj, asnjë armë nuk ka dale pa kontrollume pe atyit. Të gjitha i kemi kontrollu. Në thotë, kështu që këto janë, une ju thëmë shpesh janë pralla me mret, njerëz të dështum, njerëz të cilët dalin tani edhe tregojnë ngjarje që i kanë dëgju pe dikuj tjetër. Une për jetimet e mia i ndëgjoj pe dikujnë atane që ja kum treguone se kur janë të ati. Në thotë, a jemi të vonum ne me tregimin, me shkrimet, me sen, ndoshta edhe jemi të vonum, po kem pas lufte halle tjera. Në më thonë, kem pas me majtë familjen, ne duhet tani të mirëmi me pun tjera, është dashtë mu morë me zhvillimin e ekonomisë, edhe familjare, edhe shtetërore, dhe tani ndëgjoj edhe akuzat të ndryshme se s'jemi morë me ushtartë. Unë si komandant brigade, shka kam u morën, unë s'kam fonde, s'm ka dhonë kush fonde, mu kujdesone për ushtarët e me. Dhe në atë kohë që jam kujdes për ushtarët e me, për atë grupë ushtarës që kanë kërku ndimën për me, unë për atë ndimë që ja u këmë dha atyne jam dënu. Sepse grupet kriminale, që janë kohë edhe janë në Kosovë, nuk ju ka pëlqy veprimi jem që une i këmë dimue ushtarët me morë një pjesë të një ferme. Në të thotë, kjo është ajo e keqja, se vetëm bojnë akuza të pa baza dhe pastaj krijot një perceptim negativ ndaj luftës dhe udhëhecësve të luftës. Une me përgjithësinë më të madhe edhe njëherë me ju kthy tropojës, them se tropojant kanë merita të jashtëzakonshme për mbështetjen e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në këtë rast edhe familja Haklaj ka një merit të veçantë për mbështetjen që na i kanë dhënë në kohën më të rënda që na kemi pas nevojë për ta. Sa herë jeni taku me Fatmir Haklën edhe çka marr mend nga bisedat me to? Me Fatmirin jem taku mund të them 3-4 herë. Kum pas një rast me që kam qenë edhe në kullën e tyne, dhe më thonë vazhdimisht kemi qajtë halët e luftës në atë kohë, se s'kemi pas biseda tjera, nuk na ka leju situata me bisedu për gjona tjera, ata gjithmonë kanë qenë në mbështetje të luftës dhe gjithmonë ju ka ardhën keq që s'po muj me një mua atë sa duhet, edhe atë sa dojmë. Dhe më thonë, kjo ka qenë në ajo keqardhja e tyne. Ata kanë dashtën gjithmonë me ndimu dhe kanë qenë gatshëm edhe me ardhën, dhe une nuk e dija kanë qenë mrejna në Kosova jo, po ata gjithmonë kanë qenë të gatshëm me sakrifiku edhe jetën e tyne për lirinë e Kosovës. Ç'është përshkruan figurën e tij nga këndvështrimi yt? Unë mendoj se ajo është një patriot, ka qenë një patriot i spikatur, ndoshta koha e ka kriminalizu, mund të them edhe pushteti asoj kohë mund të ketë kriminalizu, nuk futem në ato gjëna, se sot jam bo krejt analista eksperta të çështjeve të huaja, por unë kam respekt për ta. Ju e keni njohur gjatë asaj kohe edhe Bekim Berishën, Abejën edhe Bedreshalën. Po. Qysh jeni njohur me ta? Me Bedreshalën jemi njoftën edhe në Glogjan, me Abejën jemi njoftën me Bekim Berishën në Tropojt Vjetër. Ai ka ardhën aty, ka taku e mu, kemi bisedu, shpesher anglisht, më në thotë se ka qenë jo edhe i gjuhës angleze, dhe në bashkëbisedim, kemi nda mendimet se duhet zhvillohet një luft ma e specializume, bile ato që i përmena teknologjin, teknikat luftarake, ka qenë kërkes ekskluzive e Bekim Berishës, që unë të udhtoj për Amerikë edhe të bëj përpjekje me gjetën mjete të cilët telekomandohen nga distanca. Të dhe parasysh i ka pas aftësi dhe njohëri mi përdor ato Bekim Berishën. Absolutisht. Dhe më thot dhe unë kam qenë aty, natyrisht me Bekimin kemi bo edhe lëvizje në brezin kufitar, për t'i vëzhgu patrollat sërbe dhe për t'i liru rrugët
dhe më thonën për t'i kontrolu rrugët e futjes në siteve tona aty, dhe vlen të përmendet se armën të cilën e kam unë në ditën e çlirimit të Kosovës në dorë, dhe më thonë bashkë me forcat e NATO-s, në Grykën e Kaçanikut, si komandant brigade, është trofej luftës, të cilën e kemi marrën në luftime me forcat sërbe në Mrendi të Kufirit. Qysh e keni marrë ato? Në luftime me ta, dhe më thonë kemi asgjësu një set, dhe unë e kom arritën në fakt. Abeja e ka marrë armën dhe ma ka dhënë mua dhe unë me krenari e ku majtë, që faktikisht ajo armë më është humë në rrugë për në Macedoni, për luftën në Macedoni, dikush e ka marrën edhe nuk ma ka kthy mo. Dhe më thonë që publikisht i bëj thirrje që në rast se dikush e ka të ma kthen se është një kujtim i imi, i luftës. Në thotë dhe me kërkesën e tina, dhe më thonë pasi kam shku në Amerikë, kemi bu përpjekje të jashtëzakonshme dhe e kemi ndërtu, e kemi krijuat teknologji, dhe më thonë të cilën e kemi pru në Shqipni, dhe kemi kriju ekipet e veçanta për mu morë me ata, o javlen të përmendë, dhe më thonë që edhe në Tropoj, dhe më thonë, unë nuk kam qenë vetë aty, kam qenë me një ekip, dhe ekipi që më ka qëndru mas afërt më ka qenë Zeq Kastrati, Brahim Ndreshaj, Gjafer Zharku, të cilët më kanë ndihmu në veprimtarin time aty, e shumë djemë të tjerë të cilët mund edhe mos t'i maj me në emnat, nuk du me ju hynak, po mund mos t'i maj emnat, dhe më thonën, e kemi bu këtë veprimtari, dhe ato mjete janë fut mrejna në Kosovë. Në këtë rast du të them se na kemi arritën, kemi shku aqë largë, që në Amerikë kemi mendu me bon edhe e kemi bon një helikopter, në më thotë asaj kohë, që mund të krahasoj sot me dronat që po i përdorin, helikopterat të filmave, vlezrit Binoka e kam ble, dhe si pas një hurive që kam une, ata më kanë thosë se e kanë dikun në një garaj në New Jersey, dhe ja kemi hek kamerat me ato që kanë incizu për para filma, dhe kemi menua që ato me i prun këtu dhe me i përdor në sulmet në bazat e armikut. Si dron kamikaz. Si dron kamikaz, dhe me thonë me i futën me eksploziv për funit, dhe me thonë unë nuk po thamë se jam ekspert i këtyne çështjeve, se sot në Kosovë jam bukejt eksperta, po lirisht mund të them se jam njës i këtyne teknikave, bukur i mirë, dhe me thonë edhe i armatimeve. Prandaj, do në thotë kjo është një kërkes dhe një bashkëpunim që kemi pas me ABN, në thotë edhe aj gjithmonë me telefon në ngut. Këtë janë do çështje që nuk mundën me u bo shpejt, sepse na kërkonim për shembull kur e gjetëm atë teknologjinë që janë ndeske një dritë aty pejgje e rit, tani ai nuk na dhon ke rrym për më na ndes detonatorin. Dhe ne na u deshke me gjetë një mikrogenerator që na jep rrymën. Dhe ajo pjesë marke kohë, u deshke me gjetë njerëzit, teknikët të cilët na i rregullonin ata dhe pastaj i gjetëm. Do të thotë edhe ato pastaj e avancun atë pjesë. Do të thotë është merit dhe kërkesë e tina, hulumtimi yni, dhe më thotë që na e kemi prun këtu. Tani sa përdor, sa përdor, e thash, dikun në përdor mirë, dikun nuk është përdor as mirë, dikun së përdor heq. Dhe më thotë dhe lufta përfundoj që është përfundoj, edhe mirë që përfundoj kështu, sepse në fund të fundit ne nuk kemi pas kapacitete më shumë, dhe më thotë sigurisht kishmi kalu në një fazë tjetër të luftës, por nuk kemi të sigur se në një fazë tjetër sa do të kishmi mbështetje. Dhe për këtë se qysh ka përfundu lufta, natyrisht që kanë merit shumë të madhe udhëheqësit tonë, drejtoria politike e ushtrisë lirimtare të Kosovës, e cila në momentet caktume ka ditë me marrë vendime shumë të rauna, që s'kanë qenë për atë kohë të leta, dhe më thonën dhe ato vendime kanë arritën, dhe më thonë me bindën botën, që na jemi në të drejtën tonë dhe në bazë të atyne vendimeve që kanë qenë shumë të rrezikshme, por shumë të drejta për kohën, sepse na në kushte dhe rrethona shumë të mira, sa s'po guzojmë
udhëhecit e shtetit s'po guxojnë me marrë vendime. Kurse atëherë në ato kushte kanë marrë vendime. Domethënë në këtë rast Hashim Thaçi është figura politike, domethënë udhëheci i drejtorisë politike i cili bashkë me të tjerët, me ekipin tjetër, domethënë kanë marrën vendime të rëndësishme dhe prandaj na jemi edhe sot të lirë edhe po ja japim këtë intervistë, se ndryshe s'do të ishme këto. Pikërisht me Hashim Thaçin e keni një moment në rrugtim të juaj në malet e Sharrit. A mundesh më na tregu pak a shumë për ta çysh u bë puna që drejtori politik i asaj kohe që kës pikërisht me rrugtu në kamp për malet e Sharrit për me kalu në atë pjesën e Po këtu është madhështia e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Tani unë ndëgjoj lloj-lloj, sikur edhe ju e dini, komente të ndryshme se a ka luftu Hashim Thaçi, a s'ka luftu. Dhe vetë fotografit dhe rruga e tina, që nga 92 e kënej tregon se ai nuk ka ardhën pej zyreve, pa ai ka ardhën nga tereni. Është njeri i operativës, njeri i cili ka vendos me dek për këtë vend. Dhe ati nuk i ka interesu vetvetja. Nuk është nga ata diplomat që ka udhëtu vetëm me helikopter. Ka pos raste kur ai edhe me helikopter ka udhëtu, po në shumë nicën e rasteve ai ka udhëtu në kom, domethënë dhe e ka pa terrenin, e ka shkel terrenin dhe për ata e ka bëu më të fortë, të e ditë gjendjen dhe situatën qysh e ka në Kosovë me marrën vendime të rëndësishme. Dikun në maj nuk më kujtohet 5-16 maj, vjen në bazën tonë në Kaçanik, pikërisht në fshatin e lindjes prindve të me, babas tem, aty dhe me një grup njerëzish, dhe tregon se duhet të udhëton për Tetov, sepse atje e pret kryeministri atëhershëm i Anglisë Tony Blair, dhe ne organizohemi shpejt, ai kërkon nga une që une me një njësit të përcjelli deri në Tetov, dhe... Ju në të ko si komandant i brigadës? Jo, në atë ko nuk kam qenë komandant i brigadës, në atë ko kam qenë ende inspektori i luftës për zonën e Rodimës. Në të thotë dhe unë detyrën e komandantit brigadës e kam morë pas këtij rrugtimi, pas jam kthy, sepse një dit apo dy, nëse nuk gaboj, para se me udhëtu me Hashimin, kishte ndodhur që ishte vrarë komandanti i brigadës në teritorin tonë, komandant Bardhi, në thotë dhe pas tina unë e kam marrën detyrën pas kthimit shtabi i përgjithshëm, më ka emëruar mu komandant të brigadës që të vazhdoj udhëheqjen e asaj brigade. Natyrisht unë e kam përcjell Hashimin deri në Tetov, aty kanë ardhur forcat angleze, domethënë të asaj kohe dhe e kanë marrën. Sa i bënë të rrugë gjatë atij rrugtimi sa orë? Mund të them dikon 8 orë 9, dhe... Keni qenë gjithë të armatosën? Jo gjithë, se kemi pas edhe djemë të cilët kanë ardhur me ne për të armatosë në Maqedoni dhe për të kthy me mua prapë. Hashim Thaçi ka qenë i armatosën? Nuk mund të them, po e di që Hashim Thaçi tanë kohën ka qenë në lidhje me telefon satelitor, do të thotë me njerëzit e duhur, do të thotë nuk di me cilë, po a i tanë kohën ka foljan, dhe më thonë, jo, ka pas një, tani më kujtojt, ka pas një skorpion. Në thotë, po, ka pas një skorpion, se atë skorpion e kanë lënë Tetov. Dhe e ka morë një shoku jo, e ka kthy mbrapsht. Dhe nuk e di tani atë skorpion, duket pas lufte e ka lypën. Se nuk e di çfarë kujtimi ka pasën, do të thotë... Ka shumë fotografi me skorpionës, është i njëjti? Po, është i njëjti, po. Po ai skorpion është. Dhe unë pas një javë, do më thonë, një javë apo 10 ditë, ku mobilizu një grup ushtash në Shkup të Maqedonisë dhe jam kthye, do të thotë natyrisht me kërkesën e shtabit përgjithshëm, jam caktuar komandant brigade dhe kam qenë në njohuri se shumë shpejt, nëse nuk nënshtrohen dhe nuk e nënshojnë kapitulimin forcat serbe, atëherë do të futet në Kosovë kamësoria e NATO-s, e cila ka qenë në kontakt me neve dhe ka kërku bashkëpunim, do më thonë, që të ketë me neve. Si rezultati aty në kontakteve, unë edhe me kërkesën e shtabit përgjithshëm, do më thonë, ditën e 12 qershorit, mëngjesin e 12 qershorit,
kam zbritë në gryk të Kaçanikut, edhe pse njësitë tona të ushtrisë lirimtare të Kosovës, brigadës 162, qysh me 11 qershor kanë hyrë në Kaçanik edhe e kanë ngrit flamurin në ndërtesën e madhe, kurse une me 12 qershor në mëngjes, dhe më thot dikun në ora 5:30 mëngjes i kam prit forcat e armatosura, dhe më thot të NATO-s, në këtë rast gurkat anglez, dhe më thot me cilat i kum dëshiru mirë se ardhje dhe kemi shtrëngu durt dhe kemi vazhdu hyrjen bashkë me ta në Kaçanik. Kjo është edhe dëshmi për ata gojkshit që thojnë se ne nuk kemi pas bashkëpunim me ndërkombëtarët. Faktikisht, ushtria lirimtare të Kosovës ka pas një bashkëpunim të shkëlqyshëm me forcat ndërkombëtare, sepse mos kishëm pas ndonjë bashkëpunim, kishëm shkrep armë ndaj njëri tjetrit. Por na i kemi dëshiru mirë se ardhje dhe ata na kanë dëshiru shëndet, dhe më që na kanë gjetë me shëndet dhe mirë në Kosovën tonë. Na kemi qenë në tokë. Ne urojmë që ky bashkëpunim ndërkombëtar të vazhdojë edhe sa më gjatë, të marrë parasysh që janë të kemi nevojë për ndërkombëtar, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Zharku, të falenderoj shumë për këtë rrëfim tuaj. Unë mendoj se ne, edhe më vonë, kemi vazhdu një bashkëpunim të shkëlqyshëm dhe si rezultati ati bashkëpunimit të shkëlqyshëm deri në momentin kur është demobilizu ushtria lirimtare e Kosovës, po edhe më vonë, unë personalisht jam hy në bazën Bon Still i armatosën, natyrisht me lejet të armës, me rregullat të cilat lejojnë futje në një bazë të armatimit me armë të pa municion gryk. Dhe unë besoj, pavarësisht nga një herë që dikush na përgojan, dhe më thonë na kemi prap marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe më kemi marrëdhënie të shkëlqyshme dhe unë uroj që këto marrëdhënie të vazhdojnë, nga një herë kohëve të fundit janë të zbeta, po unë besoj shumë që në aspektin kombëtar, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vazhdojnë me fuqinë më të madhe, sepse ata janë garantuesit e lirisë tonë dhe njerëz të cilët na kanë bërë neve që të jemi sot të lirë këto. Natyrisht, se pa pushkën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ne nuk do të kishmi mujt me i bindën as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Shtetet e Evropës që na meritojmë lirinë. Unë mendoj se na e kemi meritu lirin, me sakrificën të cilën kemi bo, por tani e kam një shprehje unë që e përdori shpesh dhe tham, në kohë të luftës, puna jonë ka qenë lufta. Në kohë të paqes, lufta jonë është puna. Uroj dhe shpresoj, dhe i dëshiroj dhe i baj apel të rive, që të mirën ma shumë me punë, të mirën ma shumë me zhvillimin e këtij vendi, dhe zhvillimi këtij vendi lyp ende sakrifica. Por pa zhvillimin dhe pa ngritjen e standardeve në këtë vend, e kemi vështirë të themi të rive se këtu është mirë. Prandaj ne duhet të jemi prap luftëtar të punës, ta bojmë mirë këto që rinia jonë, populli ynë të jetë krenar për gjithçka dhe për jetën që zhvillon edhe jeton këto. Urojmë edhe ne që të bëhet sa më mirë të ke funit vendi ku ka pas shumë sakrifica dhe vlerë shumë gjak për këtë pjesë ku jena sot ne këtu, kështu që falenderoj edhe herë për këtë rrëfim dhe tash po vazhdojmë tek pjesa poligonit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Zharku, tash përveç këtyre veshjeve që i kemi vesh, po i shfrytëzojmë edhe pajisjet që i ka poligoni Reload, pra këtu në këtë moment ku jena nën përcjelljen e instruktorëve të poligonit Reload, apo na tregon pak a shumë, tu thash edhe përmes këtij pjesës, pra kësaj pjese që e bajna në realizimin e kësaj pjese, edhe me mysafirë tjerë, por edhe me juve, si ish ushtarë shtrisë lirimtare të Kosovës, është qëllimi për me pa atë ndjenjën e juaj që i gëzoni pra me armë, edhe është ndjenja e njëjtë, sikur pas para rreth 3 dekada që e keni marrë armët e para, që ju kanë shfrytzuar në atë kohë për mbijetesë, për na tregu pak a shumë ndjenjën që keni edhe sot. Është një ndjenje veçantë që kur hymë në poligonet të tilla, do më thonë kujtojmë luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, kujtojmë shok tonë që i kemi furnizuar me armatim, dhe në këtë rast nuk mundën me ne pa e kujtue njeriun më të fuqishëm, njeriun i cili na ka furnizuar dhe na ka pajis me armatim generalin Kudusilame, i cili ka qenë një ndër shtyllat kryesore të luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës, si me
teknikën ushtarake njashtu dhe me instruksionet dhe me luftimet e tina drejt për drejti që na ka udhëzuar në këtë luftë për çlirimin e vendit. Prandaj edhe kjo është një ndjenjë e veçantë, domethënë një kujtim i veçantë dhe unë edhe me këtë rast kisha apelu edhe te shteti i Kosovës, te çdo qeveri që vjen, që gjithë ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës të furnizën me lejet e armatimit dhe me armë, e një ashtu edhe t'ja u mundëson që ata të paktën në 3 muaj apo në 6 muaj të kenë mundësinë, domethënë të shkojnë nëpër poligone, domethënë me mbështetjen e shtetit që ata të kujtojnë edhe luftën e tyre, po edhe të gjujnë me armë në shej respekti për ta që në kohët më të vështira ata kanë mbartën armë dhe me ato armë kanë çliru këtë vend. Armën e fundit e përmendet atë armën që e marrët si trofe, pra nga armiku që u dhuroi pa ABEA, po armën e parë atë kujtohet cilën e keni pasur edhe arma e parë ka qenë në Kalashnikovi, po mendoj në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës se armë të parë për herë të parë kam prek me dorë pej babas tim, i cili ka posedu në mënyrë ilegale një M48 edhe një TT. Domethënë kam qenë shumë fëmijë atëherë kur unë kam pa armën për herë të parë. Domethënë kurse te një bashkëfshatari yni për herë të parë unë dikun 3-14 vjeçar kam gjujt në fshat, në atë fshat ku më vonë ka qenë bazë ushtrisë lirimtare të Kosovës me një llovaç, të cilën ai e kishte ble në Shkup dhe e kishte qua atje dhe në vizitën verore kur shkonim në fshat, për arsye se unë kam qenë edhe në atë kohë një temperament kështu edhe më ka dhënë dhe kum gjujt për herë të parë aty. Kështu që për herë të parë kum gjujt me llovaç, për herë të dytë kum pa armën e babas tim M48 dhe TT-n, kurse në tropoj jemi furnizu me Kalashnikov, po natyrisht që unë kum posedu armë edhe më herët se të kyqem në ushtrinë lirimtare të Kosovës, domethënë në ushtrimet e ndryshme që kemi pasën, domethënë në vende të ndryshme. Nuk e di çu ke qenë me shenjë atëherë si fëmijë me atë llovaçkën që e përmendë edhe gjatë rrugtimit tuaj në ushtrinë lirimtare të Kosovës, mirë po tash do ta shikojmë përmes këtij xhirimi, këtij rasti këtu në poligon që ta shohim a kia gëzon alat shënjestër apo Nuk po them se kam qenë shënju si mirë, po tani po e provojmë. Rregull, hajde atëherë. Faleminderit. Ja ku e ke armën. Faleminderit. Qysh të do ndjenja, zoti Zhorku? Edhe qysh ke me shënjestër? Jo mirë. Jo qysh duone, po prap mirë. Nështë me orë pak ma shpesh? Se kjo po dëshmon që s'kum gjujtën ma frekë. Kjo është, nështë që the edhe ti, nështë me orë pak ma shpesh, kthehet shënjestra që ka qenë dikur. Po për ata thash se shteti duhet më na i siguru armët, dhe më na dhot paktën më na i dhon lejen, dhe jo më na i mor armët, se na në fundit dimi ku mi përdor dhe kur mi përdor. Dhe unë mendoj se Kosova duhet ta bën një metodë të ushtarëve, ushtarakëve, që t'i mojnë armë ashtu qysh është në Zvicër, ose në Amerikë. Natyrisht, ata që i keqpërdorin dhe që nuk bojnë mirëmbajtjen e armëve, natyrisht se pastaj i mirët sipas ligjit. Pse po mu i ka një qytetar në Amerikë me majt armën e zban me majt na ku na rreth e komi me armeq. Unë jam i thari armëve me leje në mos.
Me pas kontroll shtetin, Absolutisht edhe shteti ka kontrollin. Do me thë ushtarakët dhe ushtarët zvicran armë të i majnë në shpe. Kjo është edhe ideja dhe fushatas që bëhet zakonisht edhe prej vetë policisë Kosovës, e cilë thonë që armë pale, mu legalizu edhe me pas kontroll shtetit e cila të kush i posedon, pra cilat dur, cili personi posedon ato armë. Absolutisht, po kjo pastaj ty të banë mi pas në kontroll krejt. Dhe atëherë vi une me armën teme këtu edhe bëj gjujtjen. Dhe për sa kohë mendon që pastaj e përmirëson shënjestrën? Unë besoj se me ne edhe një 2-3 orë këtu. Nuk unë vinë shumë. Zoti Zharko, unë falenderoj shumë për filmin e për pjesën e gjujtjes këtu në poligonin Reload edhe të uroj gjithat mira. Falenderit edhe juve. Shumë, respekt. Falenderit, instruktor. Falenderoj shumë. Faleminderit.